nderuar Zoti Pulieze, të nderuar Ministër Malaj, të nderuar pjesëmarrës, kolegë, është një kënaqësi e veçantë edhe për mua t'ju përshëndes sot në këtë konferencë ndërkombëtare, kaq të rëndësishme për të ardhmen e auditimit të brendshëm në Shqipëri, por dhe në rajon. Fakti që Tirana mirëpret për herë të parë një përfaqësim kaq të lartë global, europian dhe kombëtar në këtë fushë është dëshmi e qartë e progresit që Shqipëria ka bërë në forcim të institucioneve, të qeverisjes mirë dhe gjithashtu të arkitekturës së transparencës. Dëshiroj të shpreh vlerësimin tim për Institutin e Audituesve të Brendshëm në Shqipëri, për Shoqatën Shqiptare të Bankave, për Komitetin e Auditimit të Brendshëm, për angazhimin e tyre aktiv dhe të vazhdueshëm në forcimin e këtij profesioni dhe në ngritjen e standardeve të auditimit të brendshëm në vendin tonë. Prania sot e drejtuesve të Institutit të Auditorëve të Brendshëm në nivel global dhe europian është garanci për krijimin e një ure të fortë bashkëpunimi me Shqipërinë dhe përvetësimin e praktikave më të avancuara ndërkombëtare. Për Bankën e Shqipërisë dhe për sistemin bankar në tërësi, auditimi i brendshëm është një shtyllë themelore e stabilitetit, integritetit dhe e besueshmërisë financiare. Ligji për bankat dhe kuadri ynë rregullator i kushtoi një rëndësi të veçantë qeverisjes brendshme, menaxhimit të riskut dhe funksioneve të pavarura të kontrollit, duke përfshirë auditimin e brendshëm si një mekanizëm kyç për garantimin e qëndrueshmërisë të institucioneve financiare të cilat ne licencojmë, mbikëqyrojmë dhe rregullojmë. Në një realitet ku sektori financiar përballet me transformime të shpejta, nga digitalizimi dhe inovacioni teknologjik, te rreziqet kibernetike dhe sfidat globale, roli i auditimit brendshëm bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm, gjithnjë e më strategjik. Auditimi brendshëm nuk është vetëm një instrument kontrolli, por është një funksion thelbësor për parandalimin e riskut, për përmirësimin e proceseve dhe mbështetjen e vendimarrjes së shëndosh në organizat. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë ka vazhduar konsolidimin e funksionit të auditimit të brendshëm si linjë e tretë e kontrollit, duke demonstruar maturi të lartë profesionale dhe përputhshmëri me standarde ndërkombëtare. Përmes vlerësimeve të jashtme të cilësisë dhe vetë vlerësimeve periodike, forcimit të raportimit dhe bashkëpunimit me Komitetin e Auditimit të Brendshëm dhe Këshillin Mbikëqyrës, si dhe angazhimin aktiv në projekte strategjike, si administrimi i rrezikut operacional, menaxhimi i vijshmërisë së veprimtarisë, auditimi i brendshëm ka kontribuar në rritjen e transparencës, përgjegjshmërisë dhe qëndrueshmërisë institucionale. Në këtë kuadër, përparimi i Shqipërisë drejt harmonizimit me standardet europiane dhe globale të auditimit të brendshëm është një zhvillim me rëndësi të veçantë. Standardet globale të auditimit brendshëm për 2025-ën përfaqësojnë një hap kyç drejt modernizimit të profesionit dhe forcimit të cilësisë institucionale. Kjo konferencë sot dëshmon se Shqipëria po ecën me vendosmëri drejt ndërtimit të institucioneve më të forta, më transparente dhe më të përgjegjshme në përputhje për aspiratat tona për integrimin në Bashkimin Evropian. Jam i bindur se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve publike, sektorit bankar, organizatave profesionale dhe partnerëve ndërkombëtar do të vazhdojë të prodhojë rezultate konkrete për forcimin e qeverisjes dhe të stabilitetit financiar në vend. Në emër të Bankës së Shqipërisë, ju përgëzoj për këtë organizim dhe ju uroj një konferencë sa më suksesshme. Ju falenderoj të gjithëve.